Përshëndetje të gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit Publik të Korçës. Miq në RTS Korça ka sot të ftuar një mik special i cili është cilësuar me të drejtë si një nga diplomatët më energjik, një diplomat i cili ka forcuar ndjeshëm marrëdhëniet mes dy vendeve, fillimisht Shqipërisë dhe Danimarkës e më pas prej një dekade, më shumë se një dekade, marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës. E ka lënë detyrën e tij si diplomat prej gati një dekade dhe është rikthyer prej pak më tepër se një viti në Shqipëri. Natyrisht ne gjetëm menjëherë momentin kur ai erdhi dhe u rikthye sërish në qytetin e Korçës për një vizitë tek miqtë e tij dhe nuk ishin se si t'i shpëtonte objektivit të kameras son, ishte ambasadori Qemal Mingjozi. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë do të ras zoti Mingjozi, megjithëse të gjithë ju dhërasin zoti ambasador. Jo, fare Qemal edhe më mirë do ishte. Mirë se erdhët në Korçën tonë. Mirë se u gjej me një gëzim shumë të madh, me një kënaqësi shumë të madhe vi në studion tuaj dhe në qytetin tuaj shumë të veçantë. Që në hyrje të Korçës ju presin miqtë tuaj artistë, që nuk i keni të pakët në numër. Ashtu është një lidhje shumë e hershme. Po them 40 vjeçare dhe më tepër, 50 vjeçare. Korça është një qytet, jo vetëm Korça, por gjithë zona e Korçës shumë interesante. Zoti Mingjozi, ju keni zhvilluar një aktivitet jashtëzakonshëm si ambasador prej më tepër se 10 vitesh në Kosovë, por unë do ta nisë rrugëtimin tuaj diplomatik herët në Danimarkën e largët, atëherë kur edhe një kuriozitet për gjithë teleshikuesit, përpara se sa të emëroheshit në atë detyrë si diplomat, ju e kishit vizituar atë gati 139 herë. Është një kuriozitet të themi. Në fakt, çfarë ju ka lidhur ju herët me Danimarkën? Flasim para viteve 2000. Po. Qysh në vitet 90? Në fund të vitit 90, në mënyrë krejt të rastishme, në një aktivitet në Finland, zhvilloheshte 500 vjetori i Universitetit të Helsinkit, takova disa danes që merrin pjesë te këtë aktivitet dhe shprehën dëshirën që të vizitojmë Shqipërinë. Ishte diçka e panjohur për to dhe thanë do bëjmë një grup 35 vetash. Dhe po kaq të kthehen nga Shqipëria për vizituar Danimarkën. Dhe u realizua kjo dhe po them që vizitën e parë, kjo ishte në planin shumë privat, familje me familje, e kemi bërë në Korçë. Sa bukur. Dhe në Voskopoj kemi ne 2 net me çadra atje, kemi vizituar Korçën, kemi vizituar gjithë pjesën turistike të qytetit, kemi parë dhe një koncert në atë kohë, dhe pastaj netën 10 ditë dhe ne kthyem vizitën. Cilat ishin përshtypjet në Voskopoj? Kjo ishte domthon dashuria e parë, me shikim parë me Danimarkën, sepse pastaj u bën edhe 3-4 vizita të tjera dhe mas këtyre vizitave të para, atëherë Ministria e Jashtme e Danimarkës, nëpërmjet një projekti Danida, që është pjesë e Ministrisë së Jashtme, për të promovuar vlerat e Danimarkës në vendet e Evropës lindore, ranë dakord që të binë grupe të organizuara nga Shqipëria në Danimarkë. Kjo ishte iniciativë krejt private e imja, që isha një interlokutor me to, për të dërguar në Danimarkë mjek, për të dërguar mësues, për të dërguar jurist, për të dërguar student nga gjitha fushat. Dhe pak pasaj në fund fare dhe politikan të krave të ndryshme të politikës. Dhe gjithë kjo aktivitet u zhvillua pa mbështetje, si me thënë, në shtetërore asaj kohe. I gjitha një iniciativë private? Një iniciativë private, por që krijuam një tip bordi 3-4 veta dhe shikoshim fushat ku ishin më me interes për të shkuar. Dhe kjo solli pastaj që gjatë një viti në Danimarkë shkonja 5-6 herë në mënyrë të organizuar në këto. Për shembull, sistemin juridik po marr, që kishte një vlerë shumë madhe, kanë shkuar avokat, kanë shkuar noterë. Dhe
Pastaj viti 98 i dha një hop tjetër. Danimarka dha një fond për ngritur institucionet, disa institucione shumë të rëndësishme në Shqipëri, siç është avokati i popullit. Atëherë morëm një kamerë televizive të televizionit shqiptar, ka qenë regjizore Sat Musliu, ka qenë Kore, ishte operator Armela Ilmeraj, ka qenë gazetare, dhe shkuam në Danimark dhe bëm disa intervista, disa gjëra, cili është roli avokatit popullit, edhe maj mënd atëherë shfaqur me puntata, çdo javë kishte nga një mision për Danimarkën për rolin e avokatit popullit në sistemet të ndryshme. Pra ishte ndoshta një term që në Shqipëri ende nuk ishte fare. Nuk ishte njohur. Dhe atëherë autoritetet e Danimarkës kontaktuan Ministrinë e Drejtësisë në Shqipëri dhe thanë që ne do të hapim të institucion. Domethënë unë isha kumbari kësaj pune, pastaj vazhduan të tjera. Apo siç është Instituti i Medias, që ekziston edhe sot, që është zoti Lani drejtor, Fondacioni Zgjidhjes Mosmarrveshjeve, e disa institucione tjera që Danimarka në periudhën 1998-2002 i hapi në mënyrë një kontribut shumë të madh. Bëm disa projekte pilot për sa i përket sistemit drejtësisë në zonën e Dibrës, së Matit, andej ku jam dhe vetë. Kjo ishte domethënë, por krahas saj pastaj çdo aktivitet që bëhesh me Danimarkën, me gazetar, me shoqëruese, me gjithë të tjerë, unë isha pjesë e asaj. Dhe gjë cila solli pastaj evidentimin tim në këtë fushë dhe në vitin 2002 kur u hap për herë të parë ambasada e Shqipërisë atje me emëruar. Deri në vitin 2005. Deri në 2005 unë qëndrova atje. Ju keni qenë shef emisionit diplomatik të ambasadës së Shqipërisë në Kopenhagen. Ndërkohë përpara se sa të flasim për këtë mision të rëndësishëm diplomatik, ju keni dhënë një kontribut edhe në fushën e media sepse keni çuar aty gazetarë, pra në Danimark, grup gazetarësh të cilët besoj ju ka shërbyer vizita në Danimark. Ka qenë edhe drejtoresha asaj kohe e Radio Korçës. Ka qenë një zonjë shumë e nderuar, gjithë drejtorët e radiove lokale dhe të stacioneve televizive ose radio, se s'kisha dhe televizion, të Korçës, të Gjirokastrës, të Kuksit dhe të Shkodrës, 4 kanë qenë. Të Shkodrës, sepse janë të 4 njësi të televizion publik shqiptar. Dhe kanë bërë, domethënë këto nuk ishin thjesht vizita për turistik, po ishin vizita pune. Pune, këto. Dhe nga ato kemi, domethënë vetëm gazetarë kanë qenë. Pra përvoja ka qenë jashtëzakonshme. Vetëm gazetarë nga Shqipëria kanë shkuar në kuadrën e këtyre projekteve, kanë shkuar mbi 100 gazetarë. Mbi 100 gazetarë. Mbi 100 gazetarë. Dhe për ato vite ka qenë. Po, ka qenë goxha. Ka qenë me vlerë. Po, ndërkohë zoti Mixhozi më bë përshtypje, pse kaq vonë ngritja e një institucioni diplomatik, hapja e institucionit diplomatik në Danimark? Pra viti 2002, nuk është pak vonë? Jo, domethënë në kohë, sepse vendet nordike në Shqipëri kanë qenë inekzistente përpara. Danimarka ishte e para që hapi një ambasadë, pastaj hapën norvegjezët, e hapën dhe suedezët, domethënë nuk bë një kështu. Pastaj në Danimark ka qenë diçka shumë interesante, gjatë kohës që isha ambasador pastaj unë atje. Unë nuk e mora titullin e ambasador, sepse ishin ato përplasjet, kryeministë, president, po unë isha domethënë në rolin e shefit misionit. Pothuajse ambasador, si ambasador, ama. U bën pastaj hapa shumë të rëndësishëm në zhvillimin në hapjen e shkollës magjistraturës në Shqipëri. Përsëri ka qenë Danimarka. Dhe ka dhënë ndihmë domethënë për 3 vjet, 4 vjet sa isha unë atje, vit për vit, gjithë ato që mbaronin shkollën e magjistraturës për 1 muaj gjysmë do bënin trajnim në Danimark. Në Danimark, po. Në Danimark kanë ardhur pastaj artistë të ri, kujtoj Aran Sukniqin me grupin e balerinëve të ri, 13, 14, 15 vjeç që binin në koncerte. Kemi hapur panajër libri, kemi hapur domethënë aktivitete kulinarie shumë të rëndësishme, kemi marrë peshë nga Pogradeci, kemi bërë mbrëmjen e Pogradecit në Danimark. Shumë e bukur. Domethënë nga shumë nga këto aktivitete, pastaj 3 vite kanë qenë shumë intensive dhe me ose pa dashje ju keni bërë promovimin e Shqipërisë në një vend gati të huaj për sepse në atë kohë mund ndihmonin dhe lidhjet shumë që kisha kur shkova ambasador, pastaj kisha shumë lidhje. I kishte krijuar tash në themelit, i kishte ngritur themelit. Ishte shumë më kështu. Pastaj kjo mund ndërprerë në mes sepse atëherë u thirra për të kandiduar në Kuvendin e Shqipërisë, kur ishte atëherë që bëhesh një zgjedhje me majoritar që ishin
erdha për të marrë Përpara se të flasim sepse nuk kanë qenë pak, po 2 mandate në Parlamentin Shqiptar, më ka bërë shumë përshtypje kur ju jeni shprehur se kur keni qenë në Danimarkë në vitin 2003, në Danimarkë mendonin se si do të ishte Kopenhageni në vitin 2030. Tani, shumë interesante. Do të thotë që vendimet merreshin nga njerëzit kompetent të fushës, specialist, apo vendimet merreshin detyrimisht nga shteti. Si mund bëhet parashikim 20 vite më parë? Ne sot, koncepti i shtetit në Shqipëri është ku punojnë administratë. Është jetë administrata. Jam i punësuar në shtet. Nërsa, po marrë Danimarkën, koncepti i shtetit është shumë e gjerë. Është administrata, por është dhe shoqëria në tërësi që është shumë e interesuar. Më përmendet një diçka shumë të rëndësishme, po t'rregoj si ndodhi. Do bëhet zhvillimi i Kopenhagenit, plani rregullues, dhe në një sallë të mbushur me 200 veta, ishte ftuar dhe trupi diplomatik, dhe ishte bërë një plan studimor i hollësishëm si do duket Kopenhageni në vitin 2030, që ishte një ëndër, se gjithë secili mendon prit se do ndryshojnë qeveri, do bëhen këto me radhë, dhe aty tashti me tabela u dhanë se si do duket një pjesë që nuk ekzistonte fare. Domethënë Kopenhageni i vjetër nuk do prekeshte, do ishte Kopenhageni i ri. Si do të jetë Kopenhageni i ri? Dhe Kopenhageni i ri, gjithë ato njerëzit dhanë ato mendime gjithë me radhë, do bëhet shumë mendojmë kështu. Dhe në fund fare kryeministri tha, kjo që diskutohet tu është shumë e rëndësishme, dhe kjo shkon përtej mandatit e një qeverie, qoftë e majt apo e djathtë, po që do vendosim sot. Dhe vendosën atë kohë, qeverit kanë ndryshuar e kanë bërë, pa i projekt kanë ngelur. Shumë interesant. Kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme dhe është një model për të marrë në model të jashtëzakonshëm. Dhe po shkosh sot në Kopenhagen, ai projekt akoma nuk ka përfunduar, është në zhvillim e sipër, në vitin 2030 do ketë marrë formë një qytet tjetër por është duke punuar. Që është duke punuar. Ndërsa Kopenhageni i vjetër pothuajse është i paprekur. Pra vendimet merren nga specialistët e fushave dhe jo nga ministrat themi që ndrohen, ndoshta vinë me ide të reja. Prioritet kanë specialistët. Kjo është një model. Prioritet është shoqëria që është e interesuar. Shoqëria del mbi politikën. Nuk e di, nuk duhet ta zhvillojmë kështu, por atje është tepër të rëndësishme që është një popull shumë vital, një popullsi e vogël, vetëm 5 milion banor, por njerëzit mendojnë që mund të jetë 50 milion me ato çfarë japin. Edhe në fushën e artit, edhe në fushën e kulturës, janë promovues të jashtëzakonshëm. Edhe në fushën politike ndërkombëtare, Danimarka ka një rol. Ku do të shikosh një danez? Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, në Këshillin e Sigurimit, në Bashkimin Evropian, ku do janë domosdoshmë danezët? Janë prezent. Janë njerëz me një mentalitet të jashtëzakonshëm promovues dhe mbi të gjitha janë shumë modest. Janë ashtu sikur se thash model për të marrë. Domethënë në administratë nuk flitet me zoti filan dhe kryeministri i thirret në emër. Interesant. Mirë, do ta lëm Danimarkën sepse në fakt kemi shumë për të folur me zotin Mingjozi për 2 mandate. Në Kuvendin e Shqipërisë ju keni përfaqësuar qytetin tuaj të lindjes, Matin. Ndërkohë keni qenë pjesë gjatë këtyre viteve edhe pjesë e Komisionit Jashtëm të Parlamentit. Çfarë do të veçonit në këto 8 vite që nuk janë pak? Qoftë në kontributin që keni dhënë, duke qenë përfaqësues i një qyteti të vogël, po me shumë traditë si Mati, po qoftë edhe në Komisionin e Jashtëm. Pra, zhvillimet atyre 8 viteve që flasim nga viti 2005 deri në vitin 2013. Për mua ka qenë një universitet i dytë. Edhe është periudha, do thonja, më e bukur e jetës time. Sepse kam mësuar shumë në mënyrë të jashtëzakonshme. Aseti më i madh i një politikani është që të përfaqësosh mentalitetin e popullit. Dhe jo të politikës. Ndjenjat e njerëzve ti lexosh, ti bësh, të rritesh vetë duke mësuar nga ato.
Shpesh herë njerëzit mendojnë atë fshatarin, atë punëtorin, ç'është ky, kush jam unë. Por nga ai që s'të mushet mendja, mëson diçka shumë të madhe. Do t'ju them një episod. Mandatin e parë, në 2007-2008, shkoj në një vaki, në një zonë shumë thellë të Matit. Nipi i njerit kishte vdekur në Greqi, edhe do shkojnë te Xhaxhai për ta ngushëlluar. Edhe shkoj atje një fukarallëk i të skajshëm, te shtëpia. Pa çati, me çati po tavan, jo disa misra të varur, në një ajo dyshemeja, domthon ishte me baltë në kuptimin me dhesi, më thënë, edhe kishte hasra në dy anët, domthon shilte, si më thënë, edhe po bënte kafen. Biseda pastaj shkoi edhe te ekonomia, i thashëm, si kalon, thash, me ekonominë? Jo, i tha, kam 3 rroga, edhe me pensionin ja dal. Po shikyr se dinja që kishte 3 dim, po shikyr thash ke dim të punë. Jo, tha, asnjë nuk është në punë. Po atëherë thash, ku dit kanë to 3 rroga? Po, tha, deputet, tha, një rrogë tha që s'kam një në burg, një rrogë që s'kam një në spital, një rrogë që nuk kam hasën, dhe me pensionin kaloj. Këtë bisedë, mas 2 ditësh, unë e kam thënë në Parlamentin e Shqipërisë, në Kuvendin e Shqipërisë. Gjeni u popull që na mëson ai shumë. Ajo tregon dashti problematika që ishte, domethënë varfëria atje me radhë. Shoqërinë shqiptare. Shoqërinë shqiptare, por domethënë edhe një filozofi e jashtëzakonshme. Një njeri që s'ta mbushte mendjen atje me radhë. Prandaj ajo që populli është i përulur ndaj politikës do të lexuar mirë. Çdo njeri ka botën e vet, ka personalitetin, ka dijen. Prandaj qenia deputet më dha shumë për të mësuar nga këto njerëz. Shumë. Dhe është vërtet ajo që sapo thatë, është një shkollë e dytë për politikën. Dhe pastaj në planin politik të Komisionit të Jashtëm, unë kam pas rastin domthonjë që përfaqësoj edhe Parlamentin e Shqipërisë në disa aktivitete jashtë. Por jemi marrë pas edhe me tema interesante. Çfarë risi ka sjell komisioni në këto 8 vite? Shiko, çështja është që në temat veçanta komisioni luante një rol të rëndësishëm. Po. Ishte zëri i Kuvendit të Shqipërisë, etj. Me radhë në Këshillin e Evropës natyrisht, në Bruksel pavarësisht se ishin nga për të para Bashkimit Evropian, po jap një rast edhe për të mbrojtur dinjitetin e vendit, që fliste për shtëpinë e verdhë në Mat. Unë isha deputet i asaj zone, i Matit, në atë vend, dhe u hodhëm poshtë nga qeveria. Çdo lloj insinuate që nuk ka ekziston një shtëpi e tillë. Një shtëpi e tillë ekziston vetëm fizikisht, po për çfarë bëhesh fjalë? Dhe për veprimtarin që mund të kryesh ishin krejt të pabaza dhe Parlamenti i Shqipërisë e hodhi poshtë, domethënë. Unë kam qenë një nga ato iniciatorë për të thënë që për të bashkuar të vërtetës. Prandaj mora një shembull për të thënë që ka një rol. Ka qenë një gjë shumë e rëndësishme edhe që edhe sot e kësaj dite madje është kthyer edhe në subjekte romanesh kjo ngjarje. Dhe kjo domthon pastaj kishte në gjitha këto, pa ai që është e rëndësishme për sa i përket politikës së jashtme, grupet politike parlamentare bashkoheshin për kauza të përbashkëta, për çështjen e Kosovës, për çështjen e situatës rajonale, për gjitha këto. Ka pasur një mirë kuptim, i cili ishte tepër i rëndësishëm për kohën, edhe vazhdon të jetë i rëndësishëm. Zot Minxhozi, pas përfundimit të mandatit të dytë si deputet, ju jeni propozuar që të emërojeni ambasador në Kosovë. Si ka qenë reagimi parë? Ju e kishit vizituar më parë Kosovën, e njihni themi dhe mentalitetin e tyre? Nuk kisha domethënë dieni shumë, natyrisht nga pikpamja politike që kur isha në Danimark, ishte një problem domethënë që ishte shumë 99
2001-2002. Kosova ishte ngjarja kryesore. Lufta e Kosovës që ka qenë lufta e Kosovës që ishte shumë në gjithë botën. Në gjithë botën dhe unë tash shkoj në një periudhë kur Kosova u njoh si shtet, ishte njohur pavarësia në 2008 dhe ishin hapat e para të zhvillimit të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Kosovës në rang institucional. Ishte një detyrë shumë e rëndësishme, shumë kush mendon që po Kosova se ka vendet e tjera, po në diplomaci duhet kemi parasysh diçka, jo në Shqipëri, po kudo, vend më të rëndësishme të çdo shteti në politikën ndërkombëtare janë vendet limitrofe me ato që rrethohesh. Po marrim Amerikën. Amerika më të rëndësishme ka Kanada dhe Meksikën. Se me ato Franca ka Gjermaninë, ka këto, edhe Shqipëria, vendet që rrethohet, është Kosova, Malezia, Greqia, Maqedonia dhe Italia. Këto janë. Pra territorin e tyre, hapësirën gjeografike. Hapësira gjeografike, domethënë kjo është aksion për çdo vend. Dhe këtu duhet jesh i kujdesshëm në bërjen e politikave? Tani, me Kosovën është vështirë të bësh politikë, sepse ne jemi një mentalitet, një temperament, me të mirat e me të këqijat, me dallime shumë të vogla. Nuk mund të ketë dallime domethënë midis një qytetari nga zona Dukagjinit me ato të Kukësit, Tropojës, që janë afër për shembull. Tropoja quhet Malësia Gjakovës, domethënë që janë gjithë ato. Por edhe në të menduar, kemi gjithë ato janë njësoj. Ato janë pak më të tërhequr, ne jemi më tepër impulsiv. Na bën deti, na bën dielli, nuk e di, por domethënë pak a shumë jemi në natyrë. Dhe të hapësh është një ambasadë atje, ose ambasada ishte e hapur, është pak e vështirë që të flasim me to diplomatikisht në kuptimin e saj. Domethënë kjo është një vështirësi. Por nga ana tjetër pastaj unë e mora me shumë dëshirë këtë detyrë dhe kaluan domethënë pothuajse 10 vite duke qenë atje me një bashkëpunim, me një dëshirë bashkëpunimin nga të gjitha forcat politike. Kur vjen puna për Shqipërinë në Kosovë, ato dasitë e brendshme ndalen. Edhe kur vjen puna nga Shqipëria për Kosovën, to dasitë e brendshme ndalen. Megjithatë në 10 vite ju mbajeni mend gjatë, sepse në këto 10 vite keni qenë shpeshherë dhe në qendër të vëmendjes të medias kosovare për forcimin e marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë dhe sigurisht që duhet të ndalemi në disa hapa shumë të rëndësishëm, po duhet ta nis nga gjërat që ndoshta për ju janë vogla, po për njerëzit janë të mëdha. Ju keni dhënë një kontribut personal për ndërtimin e një shtëpie të pastre në Bushkash. Kur kam qenë deputet. Kur keni qenë deputet, përpara se të shkonin në Kosovë. Përpara se të shkoj në Kosovë. E kam ndërtuar një shtëpi atje për një familje të pastre, që në kushte shumë vështira, dhe jam shumë i lumtur që familja ka hes përpara, janë shumë mirë dhe ka ndërtuar edhe një shtëpi tyre, vetë ato. Është një gjestë që edhe njëherë forcon atë idenë se si një politikan duhet jetë shumë afër popullit të vet. Po ndërkohë, sidomos 5 vitet ndoshta të parat, keni punuar fort për forcimin e marrëdhënieve tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës. Në fakt, në momentin kur jeni emëruar ambasador, si ka qenë situata e marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve tona? Duket ndonjëherë sa afër janë, aq edhe larg dukeshin. Po, është e vërtet. Her pas here kjo duket edhe sot ose edhe në të kaluar, sepse duke pas parasysh këto marrëdhënie tregtare janë edhe marrëdhënie interesash të ngushta. Nuk duhet menduar me atë frymën patriotike që është. Por ajo që them unë që midis nga viti 2014 ka filluar takime të përvitshme të dy qeverive, që diskutoheshin probleme nga gjitha fushat, se si t'i jepesh një impakt më të madh marrëdhënieve. Dhe to kanë dhënë ato efektet e veta, megjithatë mund bëhesh shumë më tepër, por po them në vitin 2016, kur marrëdhëniet midis ne shkëmbimet ishin diku te 160 milion euro, në vitin 2022 të marrëdhëniet shkuan mbi 300 milion.
350 milion euro. Diçka e madhe. Por gjithsesi ajo që synon në atë kohë, edhe që synon dhe sot, është se si të hiqen disa bariera burokratike. Që nuk lidhen. Kryesisht ishin nga të dy palët, zotëri Xhosi? Nga të dy palët. Pastaj u ra dakord që midis Shqipërisë e Kosovës të lehtësohen të procedura doganore, edhe hapi më i madh që ka qenë atë kohë është krijimi i doganës të Kosovës në Durrës. Do më për gjitha mallrat, se sot 80% e gjitha mallrave që vinë në Kosovë, vinë nëpërmjet portit të Durrësit. Edhe u krijuar një dogan e Kosovës në territorin e Shqipërisë. Kjo është një hap shumë i madh. Shumë i madh, kjo ka lehtësuar shumë kështu. Kjo është për mallrat që i shërbenin Kosovës, domethënë nga jashtë. Nga ana tjetër, edhe mallrat e Shqipërisë, që shkojnë sot në Kosovë, sepse ne eksportojmë më tepër se sa eksporton Kosova këtu për shumë arsye. Ne kemi produkte bujqësore, që në Kosovë produktet e fytyre bujqësore fillojnë në muajin gusht. Për shkak të klimës. Për shkak të klimës. Dhe produktet tona domethënë shkojnë pothuajse gjatë gjithë vitit. Është shumë e rëndësishme që këto barriera janë të kaluar deri diku, ngelet shumë për të bërë, po prapse po ecin shumë përpara. Tjetra pastaj është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme numri, po i themi, e turistëve. Mirë, po kjo është një hap tjetër shumë i rëndësishëm. Meqenëse se përmende mbledhjet e njohura të mes dy qeverive, në momentin kur ju sapo u emëruat në Kosovë si ambasador, a kishte funksionuar, kishte filluar kjo praktik? Sapo kishte filluar. Ishte bërë një mbledhje në Prishtinë në vitin 2000, në shkurt të 2014-s, dhe pastaj këto vazhduan pothuajse çdo vit, ishte një kalendar i caktuar, madje dhe vendet ku bëheshin, dhe pati pastaj një moment pauze që sigurisht janë çështje politike që besoj shumë shpejt do t'i rikthehen të dy kryeministëve të vendeve për të kjo pjesë, por domethënë nuk po flas për kohën që kam qenë unë, këto i kanë pas dhënë një shtyje të madhe. Dhe po të themi tash, po ndalemi te turizmi pruri dhe risi të reja. Tani ju keni qenë ndoshta ndër të parët ambasador që me iniciativën tuaj keni ndërmarrë një grup, të themi, qytetarësh nga Kosova për të parë nga afër veriun e Shqipërisë. Ato bukurit e jashtëzakonshme që ka veriu me Valbonën, me Thefin, dhe ndoshta në ato zona ende turizmi nuk ka pasur atë bujin që ka sot. Se sot aty është pak e vështirë gjesh edhe vend të akomodohesh, sepse kemi një mori të huaj, një numër të konsiderueshëm turistësh të huaj të cilët shkojnë, madje dhe zgjatin edhe ditët e qëndrimit. Dhe qysh në ato vite, ideja juaj ka qenë se si ta promovoni veriun e Shqipërisë dhe se si të sillni sa më tepër turistë. Po, tani është një diçka që gjatë kohës qëndrimit tim atje, mas 4 vjetëve, 5 vjetëve, unë u zgjodha dekani i trupit diplomatik, si ambasadori më i vjetër në vite si ambasador atje, dhe unë her pas here kam marrë dhe ambasadorët e vendeve të tjera dhe i kam dërguar në Tropoj, në Kukës, në Lezhë për të parë domethënë. Natyrisht ishte një promovim për të bërë këtyre, por pastaj ne kemi marrë dhe hapa shumë të rëndësishëm për të zgjeruar turizmin e Kosovës në Shqipëri. Dhe ku kryeqendra, do të them, është Lezhë dhe Durrësi, që ka një numër shumë të madh që vinë. Por pastaj edhe në Valbona është shumë internacionalizuar, po edhe nga Kosova, në Valbonë shkojnë domethënë në çdo vit, pa frikë mund të them, rreth 500.000 vet, domethënë që vizitohet, që bëhet. Dhe kjo pastaj prurje të vëllezërve të motrave nga Kosova, duke ardhur këtu, krijoi pastaj një hapësirë shumë të madhe që këto edhe të marrin hapa të rëndësishëm për të blerë shtëpi, banesa që i thonë atë, dhe është tepër rëndësishme që sot gjeografia e kosovarëve, të Prishtinalive, të Gjilanasve, të Prizrenit, e tjerë me radhë, fillon nga Velipoja, në Shëngjin dhe deri në Sarandë. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe këto janë vizitorë të përhershëm, nuk janë sezonal. Domethënë fillon dielli, fillon domethënë pranvera,
ja po themi ne tashti, në weekend, nga kufiri i Morinës apo Vërmicës. Ata kanë blerë shtëpi aty dhe një pjesë e tyre kalojnë. Kalojnë pushimet atje, kalojnë weekendet, pastaj kemi edhe martesa, kemi shumë gjëra. Pastaj pa diskutim, kemi një numër të konsiderueshëm vajzash të cilat janë martuar, të themi. Po ndërkohë kemi qytetarë kosovar të cilët herët e kanë bërë këtë zgjedhje për të blerë një shtëpi në Shqipëri për shumë arsye, por kemi pak shqiptarë që blejnë shtëpi në Kosovë. Po kjo ka dhe arsyet e veta. Domthon Shqipëria është territor më i madh. Shqipëria pastaj ka Bregdetin, që ka dhe Kosova natyrisht, është 400 kilometra. Dhe njerëzit janë më tepër të prirur për të ardhur për të investuar në Bregdet. Por ajo që është shumë e rëndësishme është që ka shumë vizitorë nga Shqipëria në periudhën e verës që shkojnë pastaj për klimë malore në Kosovë. Sa është deri tani, si pas 10 vitesh, pas rikthimit tuaj, si e shihni zhvillimin e turizmit malor në Kosovë? Çfarë note do t'i vendosni? Notën po them që është më zhvilluar se turizmi malor në Shqipëri. Vërtet? Po. Sepse kanë disa pika turistike që nuk janë thjesht rezorte, domethënë që me një hotel të mbaroj, por janë krijuar fshatra turistik masiv që janë rreth asaj. Për shembull zona Prevallës është shumë e rëndësishme, zona e Rrugovës shumë e rëndësishme, Brezovica. Për çfarë mund vizitohen këto vende, zoti Mixhozi? Periudhën e dimrit është Bora. Bora se kanë klimë që kështu ka pista skish. Ka pista skish. Shumë të rëndësishme. Dhe pastaj ajo që thash që në Shqipëri për shembull kemi këto rezortet tona malore, po janë kaq ngele domethënë të një investim privat që ka bërë një person, dy persona, ndërsa në Kosovë kjo është shoqëruar dhe me investime më të vogla, ndërtime shtëpish, banesash, që e bëjnë pastaj e kthejnë në një qendër, në një fshat që njerëzit janë, siç kemi ne për shembull Shëngjinin, to kanë Prevallën. Prevalla është një vend shumë turistik, klimaterik i jashtëzakonshëm, që është për këto smundjet e brendshme për gjithë ato me radhë. Por domethënë këto, ajo që është shumë e rëndësishme, deri para 15 vite, 20 viteve, vizitorë shumë pak nga Shqipëria, ndërsa tani kanë një fluks shumë të madh. Një fluks të madh ndoshta gjatë periudhës së verës dhe në dimër. Por ajo që është e rëndësishme është që turizmi i ndërsjellët ka krijuar pastaj edhe lidhje për sa i përket biznesit. Ka shumë bizneset Shqipërisë në Kosovë, ka edhe bizneset po dhe kundërta. Edhe kundërta. Është shumë e rëndësishme. Pastaj në planin kulturor ne jemi një. Për shembull, po të shkosh në një tavernë në Prishtinë, ti thua që jam në Korçë. I kënojnë këngët e Korçës, kënojnë këngët e Pogradecit, të Elbasanit. Domethënë nuk është puna që thuhet djepi ashtu, nuk merret vesh se ku është djepi. Se ku është djepi, e kuptoj. Domethënë kalojnë me shumë entuziazëm. Ja, ju zoti Mixhozi keni marrë dhe iniciativa personale. Për shembull, keni sfiduar motin deri diku bashkë me ambasadorë të tjerë të akredituar në Kosovë, për t'ju dhënë atyre mundësinë për ta njohur nga afër natyrën e Kosovës. Kemi bërë pastaj udhëtime shumë edhe pak të rrezikshme, kupton? Por me shumë kurajë kemi bërë në disa zona të Kosovës. Sa ka ndikuar kjo tek vendet e tjera? Tani të cilat janë të akredituar në Kosovë. Unë jam munduar që mos të jem thjesht përfaqësuesi një vendi tjetër tek një vend tjetër. E kuptoj. Po unë jam munduar që të jem përfaqësuesi i kombit. E kuptoj. Domethënë e kam parë Kosovën njësoj si Shqipërinë. Dhe munduar që edhe në vetëm ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, por edhe ambasadori i Kosovës në Shqipëri. Diçka domethënë në kuptimin e saj. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme pastaj të jeni të bindur që gjithë Kosova, Shqipërinë e ka prioritet në prioriteteve. Se thonë ndonjëherë na duan më tepër ne apo ato, nuk po hyj te kjo pjesë, por vinë me dëshirë më të madhe, me vullnet të madh, me dashuri të madhe dhe e mendoj me gjithmonë domethënë që
edhe Saranda është e tyre, edhe Shkodra e tyre, ashtu siç është Joni dhe Brezovica këto me radhë. Siç është Vlora, se kemi kaq shumë vajza me emrin Saranda e Vlora. I kanë prur kemi bërë dhe vizita në Shqipëri me vajzat në emrin Vlora, në Vlorë, me Sarandat në Sarandë, me Valbonat në Valbon. Zoti Mingjozi, ka ndonjë qytet të veçantë të Kosovës që është në zemrën tënde për shumë arsye? Ku ndoshta ke përqendruar dhe më tepër aktivitete, ose ndoshta më tepër je përqendruar tek kontributi që mund të japësh në zhvillimin e grave, vajzave? Shu, unë do thoj diçka që unë jam në pozitën e një kompozitori që ka bërë disa këngë dhe ka shumë vështirë për të veçuar cila është më mira. Ndoshta nuk shkon krahasimi, por në një rrafsh të tillë do thoja domethënë që kam shumë vështirë se secila prej tyre ka atë veçanësinë e vet. Por Kosova është një, sepse e tillë është historia, lufta e UÇK-s, vuajtjet. Dhe duhet të them diçka që kudo që të shkosh në Kosovë, ti gjen ende pasojat që janë të jashtëzakonshme. Shtypja, vrasjet masive, marrja penge njerëzve. Një numër i konsiderueshëm njerëzish të zhdukur që fatkeqësisht ende dhe sot e kësaj dite nuk dihet pas këtij vitesh. Dhe pastaj me një histori të trisht që udhëheqësit e UÇK-s sot ndodhen padrejtisht në Hag, më tepër se 3-4 vite, pa dalë në gjyq. Dhe është diçka domethënë një breng shumë e madhe që rrok zemrat e çdo shqiptari kudo që është në Tiranë apo në Prishtinë apo në Gjilan apo në Korçë, të gjithë janë me këtë dhimbje shumë të madhe për një padrejtësi që po bëhet sot, luftës UÇK-s. Prandaj lufta këto njerëz i bashkoi, hallet i bashkuan. Hallet i bën që të jenë bashk për të kapërcyer këtë vështirësi. Dhe Shqipërinë ato e kanë parë gjithmonë si motrën vllajën e madh për të kapërcyer këto situata të barriera shumë. Edhe vështirësi. Ashtu sikurse i rikthehemi turizmit, ju keni promovuar vlerat e Rahovecit, madje keni krahasuar ose i keni vendosur atë vlerësimin Toskana e Kosovës. Po flasim për Rahoveci, është zona më prodhuese e verës. Ka jo pak, po janë 15 fabrika të vogla vere që janë atje nga më të ndryshmet. S'po hyti për me emër. Sa ka ndikuar kjo për... Dhe është dhe një film që ka bërë domethënë Top Channel, Rahoveci Toskana që është shumë interesant. Dhe nuk e merr vesh pastaj a je në Itali apo je në Kosovë. Po ndërkohë sa ka ndikuar promovimi i saj pikërisht për... Shumë. Verët e Kosovës deri nga viti 2010 ishin pa njohura në Shqipëri. Sot i ke kudo. Në Shqipëri domethënë rreth pa frikë them rreth 60% e prodhimit tyre është në tregun shqiptar, të Shqipërisë. Nga viti në vit rritet, është shumë interesante. Por nga ana tjetër edhe verët e Shqipërisë më pak janë në Kosovë, por kulinaria e Shqipërisë po ndikon shumë në Kosovë. Sot për shembull. Po ndërkohë ne kemi filluar të njohim mirë kulinarinë e Kosovës. Patjetër. Vazhdon ende Prishtina dhe Prizreni të jenë vendet më të vizituara nga shqiptarët? Prizreni ndoshta është më i vizituari sepse është më afër. Dhe njerëzit shkojnë edhe për të vizituar monumentet historike të pavarësisë që janë pakta, dhe pastaj edhe për të marrë pak aromë nga bira e Kosovës, qoftet e Kosovës që njerëzit i kanë shumë për zemër. Por pastaj një pjesë e tyre shkojnë pastaj dhe në kështu. Pastaj nga Kosova është dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm, nxënësit e shkollave të mesme të Kosovës, një javë në 10 ditë në vit e kanë të njohin vendlindjen dhe vinë me grupe, vinë në Shqipëri për udhime studimore për të parë domethënë për të njohur këto. Domethënë dashuria për Shqipërinë kultivohet nga brezi në brez, se tash nuk kemi brezin e ri që nuk ka jetuar kohën e luftës, nuk ka lindur, është në një kohë tjetër
dhe bjen në Shqipëri, sepse përpara ishte dashuria e prindërve për Ka grupe nxënësish dhe studentësh shqiptar në fakt që vizitojnë edhe shtëpinë muze të Adem Jasharit. Unë mendoj që është një nga objektet më të vizituara nga të rinjt shqiptar, se është dhe një kuriozitet duke mos e njohur luftën nga afër. Për shembull Skënderaj, domethënë shtëpia e të lavdishmit Adem Jashari vizitohet, pa frikë mund të them deri tani mund të jetë vizituar nga 3 milionë shqiptarë nga Kndej. Ku shkon në Kosovë tash i viziton atë. Dhe aty pastaj shikon barbarinë e madhe serbe që është. Domethënë legjenda Adem Jasharit ekziston sa që në syrin, në mendjen e çdo shqiptar që viziton Kosovën, bëhet dhe më adhetar, bëhet dhe më liridashës, bëhet dhe më patriot, bëhet e respekton dhe më tepër kontributin që ka dhënë UÇK-ja, që ka dhënë gjithë herojt e Kosovës. Zotë Minxhozi, vetëm pak ditë më parë, kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë, zonja Spiro Pali, ka deklaruar në Këshillin e Evropës, ose i ka kërkuar më saktë Këshillit të Evropës të bëj pjesë të vetin Kosovën, si një domosdoshmëri. Po, është një, kam dëgjuar me shumë vëmendje edhe këtë, her pas here domethënë Shqipëria, zyrtare, ka lutur një rol shumë të rëndësishëm për ta parafruar Kosovën në Këshillin e Evropës, dhe hapat e Kosovës janë shumë interesante, shumë serioze, por edhe kontributi i politikës shqiptare shumë i madh. Domethënë ky është imperativi, është gjëja më kryesore, lufta e përbashkët, që Kosova të jetë anëtare e Këshillit të Evropës. Asnjëherë nuk ka qenë Kosova më afër se sa sot për këtë organizëm, por unë mendoj që me një përpjekje më të madhe, me një maturi më të madhe politike, do thonë, mund të arrihet për të futur te institucion shumë të rëndësishëm dhe institucionet e tjera prestigjioze që janë. Zotë Minxhozi, ne kemi konsullata të përbashkëta, por jo ambasada të përbashkëta. Mund të ndodhë kjo? Është një diçka që ka filluar, por më tepër është në objekte të përbashkëta që kemi. Se sa në veprime të përbashkëta. Por hapat janë bërë, kanë filluar, në disa vende kemi ambiente të përbashkëta, Shqipëria, Kosova, në Mini, në Kopenhagen, në Itali, më duket Milano. Ka vende domethënë që ne jemi aty afër njëri tjetrit. Por gjithsesi është një proces, domethënë për të realizuar kjo, po që do të ishte një gjë shumë mirë. Mendoni që do kërkojë një kohë të? Natyrisht, gjëra do kërkojë kohën e vet. Do kohën e vet. Por ajo që është shumë e rëndësishme që agenda e Kosovës është në agendën e qeverisë shqiptare. Shumë e rëndësishme. Ne ku do flasim edhe në Këshillin e Sigurimit, ku Shqipëria ishte anëtare për 2 vjet, domethënë ishte një ndër prioritetet që ne kemi shpalosur. Çfarë roli mendoni se jep Shqipëria në ato vende ku Kosova nuk ka ambasada? Ku Kosova nuk ka ambasadë, është detyrë kryesore e gjitha përfaqësuesve diplomatike që të flasin për Kosovën, edhe në emër të Kosovës, dhe rakordohen qeveritë e 2 vendeve për agjendat e ndryshme. Për shembull, po flasim në Afrikë, ku Shqipëria është më prezente, është një temë shumë interesante Kosova, edhe në vende të tjera. Po ajo që është më rëndësishme, se sa kjo është që ne do të harmonizojmë edhe në të ardhmen edhe më mirë aksionet tona të përbashkëta në të drejtim. Çfarë strategjie mund të ndjekin ndoshta në të ardhmen vende të ndryshme në politikat e tyre për ta njohur Kosovën? Flasim për ato vende që ende nuk e kanë ndryshuar vendimin e tyre për të mos e njohur Kosovën. Vende ndryshme, ne duhet vendet e Bashkimit Evropian rreth parë do ta njohin Kosovën. Spanja, Kipër, Greqia. Rumania. Dhe këto duhet patjetër që ta njohin Kosovën. Por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që edhe vetë Bashkimi Evropian duhet të këndellët që t'i bëj vendet anëtare
që ato du të njohin pastaj, të shikojnë dhe për vendet e tjera. Sepse është një diçka, është nonsens. Që të flasish për një vend që ka fituar pavarësinë, një vend i lirë sovran, që dhe ende të mos jetë si shtet. Kjo është më e rëndësishme e të gjithave këtyre që Zotrin Xhozi, si kanë qenë marrëdhëniet tuaja me presidenten Vjosa Osmani? Takimi i fundit ka qenë kur ju e mbyllët punën tuaj si diplomat? Jo me presidentin Osmani vetëm, po me të gjithë presidentët që ka pas Kosova, edhe me zotin Thaçi, që ndodhet në Hag, edhe me gjithë presidentë, me gjithë kryeministrat, unë kam pas marrëdhënie shumë mira. Marrëdhënie më kam bërë domethënë që edhe sot të kësaj dite unë të vazhdoj të kem. E jeta gjë edhe me kryeministrin Kurti? Patjetër. Ju besoj keni ndjekur zhvillimet e fundit në Kosovë. Kryeministri Kurti fiton një mandat tjetër. Si shihni zhvillimet në politikën në Kosovë? E rëndësishme është që Kosova duhet vendos sa më shpejt për të krijuar qeverinë. Zoti Kurti ka shansin për të ofruar opsionet e veta që janë shumë të limituara, por edhe opozita ka rolin e saj në qoftë se nuk arrihet që zoti Kurti të krijojë qeverinë. Për kontributin e gjatë që keni dhënë në Kosovë, por jo vetëm, ju jeni nderuar me disa çmime. Unë do të përmend disa, për shembull, në Rahovec ju jeni qytetar nderi. Tropoja ju ka nderuar me çmim qytetar nderi për kontributin e madh që keni dhënë për promovimin e vlerave të këtij qyteti, por jo vetëm. Lezhë po kështu, me herët ju ka dhënë titullin qytetar nderi. Tani problemi është që mu më është dhënë rasti që në radhë parë të përpiqem shumë për të lidhur qytete të ndryshme të Shqipërisë me qytete të ndryshme të Kosovës. Te ka qenë kjo, jo thjesht në njohjen, por edhe në organizimin e projekteve të përbashkëta. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo ka bërë domethënë që me Lezhën të kemi disa aktivitete shumë të rëndësishme, sidomos në fushën e turizmit. Me Lezhën kemi pasur aktivitete shumë dhe edhe kur ndodhi tërmeti, Kosova ka kontribuar për lehtësimin e pasojave të kësaj. Tërmeti viti 2019 në Shqipëri. Gjithashtu kemi bërë ç'është e mundur për të ngritur institucione promovimi të dyanshëm të vlerave të Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe kjo më ka bërë mua pastaj që të jem sa më afër edhe për të sheshuar edhe ndonjë problematikë që ka të bëjë me këtë, por ndjehem shumë i gëzuar që turizmi është rritur shumë. Dhe unë e kam pasur domethënë si pikësynimin kryesor. Për sa i përket Rahovecit, pastaj është një diçka tjetër që kjo nuk lidhet shumë me turizmin, kjo lidhet me promovimin e madh që kanë bërë produkteve të Rahovecit për verën, që është një diçka shumë jetike për ato. Kemi bërë disa panajire të përbashkëta, kemi prur njerëz nga Shqipëria për të parë, kemi prur bizneset të Shqipërisë, kemi bërë promovime në Shqipëri, në Tiranë, në Durrës e kudo për produktet e tyre. Dhe kjo ka dhënë atë domethënë vlerësimin nga qytetarët. Ata i kanë ndjerë ndoshta ndryshimin. Pastaj domethënë kanë ndihmuar shumë edhe për ngritjen e një biznesi të grave, burrat e cilëve janë vrarë në luftë nga serbët, ose që janë marrë peng, siç është Krusha. Aty kam ndihmuar shumë për t'i përkrahur këto, për t'i lidhur, për të hequr disa pengesa burokratike, për të motivuar biznesin e Kosovës, për të ndihmuar nga afër këto gra. Dhe kjo. Domethënë kanë qenë gjëra. Ka pasur impakt? Po. Kanë pasur impakt sepse ato tash domethënë prodhonin disa magazine, tani kanë një ndërtesë madhe. Ku mund të zhvillojnë bizneset e tyre. Pra si thua, kanë fituar një lloj pavarësie ekonomike? Po si intervenova te Bashkimi Evropian për t'i dhënë një fond. Pastaj grumullova, pastaj bëra një takim të gjerë me disa biznese që mund të kontribuonin, sepse
Bashkimi Evropian dhe 70% të fondeve, 30% do të kishte pjesa e Kosovës. Pjesa e Kosovës. Edhe unë tash fjala bën atë vetëm dhe unë grumullova njerëz relevant për të kontribuar jo thjesht me para, po për të bërë ato pjesë të objektit që duhet i bëni këto, përveç atyre të Bashkimit Evropian që dhanë. Po ndoshta edhe për forcimin e kapaciteteve. Patjetër. Sepse pastaj domthon kjo dha atë kontributin, dha atë. Kjo ka qenë për shembull për Raubecin. Ndërsa pastaj edhe për Prishtinën, edhe aty jam nderuar, me Prishtinën e kryetarin e Prishtinës ka marrëdhënie shumë mira, por marrëdhënie më të mëdha kanë qenë për promovimin e vlerave të Prishtinës, disa bashki, do të thëse kanë ngjitur te komunat e Kosovës, disa bashki të Shqipërisë për të zhvilluar marrëdhënie intensive midis tyre. Ku rolin kryesor pastaj ka pas biznesi, zgjerimi i biznesit të kompanive të ndryshme të Shqipërisë në Kosovë dhe ka Kosova atë. Prandaj kanë qenë të lidhura këto që thatë juve, kanë qenë të lidhura me disa projekte të përbashkëta që unë i kam nxitur për të qenë midis për shembull Tropojës, midis Jakovës, midis Lezhës edhe disa komunave të Prishtinës, të Kosovës, e tjera me radhë, me Gjilanin e me këto. Por nuk mund të harohet kontributi i jashtëzakonshëm që ju keni dhënë për ngritjen e një televizioni në Kukës. Po. Edhe është për ne si media sigurisht që është një krenari. Tani të gjitha problemi është të ekzistojë dëshira. Dëshira. Pastaj kapacitetet, unë kam shfrytzuar dashurinë e kosovarëve për Shqipërinë, kuptimin e kësaj, për pjesën tjetër. Po sidomos për Kuksin që ata e vlerësojnë shumë, duke patur parasysh gjithmonë 99-ën. Unë në Kukës kam kaluar fëmijërinë time. Nga klasa parë dhe në klasën e 8, kur kam qenë në moshën e adoleshencës, do thoja, pak më herët fëmijërisë dhe ka lënë impakt shumë të madh. Dhe pastaj më dha mundësia edhe me dëshirën e atyre, me projektet e Radio Kukësit që mund bëhet diçka. Dhe pastaj po grumbulluan njerëzit, ideja është e qartë, atëherë ato financojnë. Sigurimin e fondeve të mjaftueshme sa për ta ngritur. E rëndësishme është që këto nuk janë fonde në para. Përkthehen në para në fund fare, po janë investitorë të ndryshëm, të fushave të ndryshme, që nga biznesi tyre kanë bërë një investim atje. Nuk është puna që u dhanë para, edhe doli fondi të bëjë dikush, kanë bërë vetë, kanë ardhur nga Kosova, dhe i kanë bërë atje të televizioni Kukësit. Po aty kemi rekonstruktuar vitin më parë dhe një qerdhe, që e kemi vënë emrin qerdhe Kosova, që gratë në vitin 99 kanë prur fëmijët e tyre nga Kosova edhe kanë shkuar në atë kopësht. Dhe atë kopësht ashtu ne e rekonstruktuam para 5 vite me 15 kompani. Kanë ardhur, kanë prur rër nga Kosova, kanë prur tulla nga Kosova, kanë prur sallar nga Kosova, gjithë nga Kosova dhe kanë rregulluar një kopësht. Prandaj domethënë kanë qenë këto, kemi bërë pastaj. Këto janë kontribute që ju duken të vogla, por kanë një impakt shumë të madh në. Por problemi është që në çdo gjë duhet të ekzistojë dëshira. Dëshira, e kuptoj. Po pati dëshirë, pastaj me vullnetin bashkë, është shkolla e pastaj. Ashtu siç ke patur dëshirën e mirë që artistët shqiptar të vinë edhe të realizojnë, promovojnë edhe veten, por natyrisht edhe artin shqiptar dhe të ndajnë ata me artistët kosovar edhe në Kosovë. Ju keni pasur një lidhje të veçantë me atë që e keni quajtur si Vaçezelja e Kosovës, Nexhmi Pagarusha. Shumë. E kujtoj me shumë madh, me nostalgji, një personalitet të padiskutueshëm i vlerave të spikatorëve të kombit shqiptar. Nexhmi Pagarusha ishte një person i dashuruar skajshmërisht me Shqipërinë. Me Shqipërinë, po. Shumë modeste dhe unë kam pas marrëdhënie shumë të mira me të. Pata fatin që në një moment caktuar par 5 muaj, 7 muaj para se të vdiq në rond e jetë, bëm një koncert me artistë nga Shqipëria dhe Kosova. I keni bërë bashkë artistët shqiptar. Është bërë atje një koncert në Prishtinë të madh. Shumë i bukur, shumë mbreslënës, por ajo ishte një person i jashtëzakonshëm, një shoqe ngushtë e Vaçezelës. Por në kuptimin e kësaj, domethënë e ndjente veten nxënëse ndaj saj. Por shumë interesante.
Po me artistët korçar, çfarë ju lidh? Çfarë keni bërë ju për ta promovuar artin korçar në Kosovë? Atëherë është një person këtu, që quhet Josif Minga. Profesorin e dashur. Një personalitet që miqësia me të më lidh që para 50 vitesh. Interesant. Si një njohur me profesor Josifin? Kemi qenë atëherë kur bëshin aksionet e rinisë në Lukov, kemi qenë me Josif Mingën me shkollën e mesme, më duket Raqi Qirimçi. Unë kam qenë në shkollën e mesme 2 vjet huaja. Dhe hapnin taracat andej dhe ishte një kohë shumë e bukur, kohë e rinisë dhe na ka lidhur më tepër pastaj dhe një incident që ka ndodhur në atë kohë. Një shoqe e klasës time, Lida, humbi jetën në det, i pushoi zemra, ishte në vitin e 2 gjimnaz. Dhe atëherë me qenë se një korçare kishte dhe vëllezërit dhe motrat që ishin ardhur nga shkolla e mesme të Korçës, atëherë Josifi bëri një këngë për të. Tu u lidhëm shumë. Pastaj Josifi nga ana tjetër ishte një personalitet i njohur për ne. Ishte kompozitori më i ri i festivaleve shqiptare në moshën 19 vjeçare. Dhe atëherë ne u lidhëm me Josifin, her pas here takonim dhe bisedonim kështu. Pastaj vajte jemi në Kosovë, vendosi një parametër tjetër këtyre marrëdhënieve që vim dhe te Korça, i dashuruar me Korçën, me çdo gjë. Dhe kemi biseduar çfarë mund bëhet. Dhe kemi bërë disa gjëra të bukura. E filluam fillim fare me një aktivitet shumë interesant me mbretëreshën e serenadës korçare Spanja Pipër. Spanja Pipër. Dhe kemi bërë 2 koncerte me kohë të ndryshme, një në Prishtinë dhe një në Gjakovë. Gjakova është Si janë pritur këto koncerte? në mënyrë të jashtëzakonshme, me habi shumë të madhe. Dhe është dhënë lajmi i saj, kronikat për këtë në gjitha televizionet. Në gjitha televizionet kosovare. Në gjitha. Dhe ka bërë një hond shumë të jashtëzakonshme. Më bëri mikeshe në Spanjë dhe sa herë që vi në Korçë e takoj e bëj. Dhe e përshëndes nga studia juaj, një zonjë, domethënë me një shpirt shumë të madh. Një zonjë fisnike Shumë që fisnike. sigurisht ka bërë. Dhe pastaj gjithmonë kur e takojmë, domethënë flasim çerekore dhe çerekore këndojmë. Kjo ishte. Pastaj me Josifin kemi bërë një aktivitet shumë të bukur, përsa i përket për Azdrenin, për kujtimin e Azdrenin, 150 vjetorin e Azdrenin. Ju flet Azdreni. Një aktivitet i jashtëzakonshëm, që ka pasur jehon shumë të madhe në Kosovë. Zotë Mixhozi, po çfarë ju lidhte me Azdrenin? Ishte thjesht një iniciativë, një ndim që ju kërkoi profesor Minga? Profesor Minga është një shtytës i jashtëzakonshëm. Dhe unë kam atë idenë, ku është profesor Minga është suksesi. Unë kam bërë pak, por profesor Minga ka fituar respektin e konsideratën edhe shumë krijuesve në Kosovë. Të gjithë flasin me një respekt shumë të madh. Po vinte ju flet Azdreni, është një aktivitet që është pritur në Kosovë në mënyrë më të jashtëzakonshme. Profesor Xhep Qosja ka qenë domethënë në vitin 1972, ka majtë një kumtesë me rastin 100 vjetorit në Prishtinë. Dhe me rastin 150 vjetorit, po ky majti një kumtesë që majti në Prishtinë dhe një aktivitet shumë i madh që u ndoq nga të gjithë mediat e Kosovës, nga gjithë klasa politike. Dhe patëm rastin pastaj ta shfaqim, ta bëjmë edhe në Korçë, në Pallatin e Kulturës tu, që pati edhe këtu një jehon shumë madhe. Por ajo që më bëri përshtypje është që profesor Minga është një personazh që ka njohje, ka reputacion të jashtëzakonshëm. Dhe kjo të bën që bashkëpunimi me të jetë shumë i lehtë. Nuk ka nevojë ta prezantosh kush është ky, tek është ky. Membrat e tij flasin.
Dhe kjo është, unë mendoj që është një aset shumë i madh për Korçën. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje tashti, mund ta them në televizion, ai ka pas shumë herë raste për të ardhur në Tiranë, se kemi pas shumë i si. Nuk ka tratuar asnjëherë Korçën. Edhe më kujtohet një profesor, nuk e di a jeton, po ka qenë një Kiço Zenga. Ka qenë profesor frëngjishte, mori diplomë në Francë, i thanë do rrish në Universitetin e Tiranës, nuk leti, tha pa Korçën nuk rri dhe u kthye nga Tirana, nga Parisi në Korçë. Është profesori i cili nuk jeton më? Unë domethënë me respektin më të madh. Është profesor Kiço Zega, i cili për fat keq nuk jeton më, një mësues i shkëlqyer i gjuhës frënge. Po edhe njeri i jashtëzakonshëm. Edhe thoshte Korça është e para, pastaj bën sa vend të bosh, vjen Tirana. Ishte shumë kështu. Domethënë vetëm atë kam njohur, edhe Josif Mingën. Këta janë miqtë të tuaj. Domethënë numërohen me gishtat e dorës në Korçë? Shiko, problemi është që ai për Korçën bën gjithçka. Dhe me Korçën nuk ndron me asgjë. Nuk ndahet. Këta janë artistët me cilët ju keni bashkëpunuar. Po. Për të promovuar edhe artin ton korçar në Kosovë. Pastaj, her pas here, kemi pasur domethënë Pallati i Kulturës i Korçës, Teatri i Korçës, ka pasur her pas here mysafir, trupa patjetër, sidomos në festivalin e famshëm Kokofest, trupat e Kosovës janë gjithmonë prezent, madje edhe fitues të disa çmimeve shumë të rëndësishme, artistët kosovar janë. Dhe ajo pastaj kjo klimë artistike, pastaj ka prurë edhe atë johon e madhe që edhe turizmi është zhvilluar shumë edhe nga turistë nga Kosova edhe në qytetin e Korçës. Po që janë pastaj edhe në periudhën kur ka më tepër nevojë për turistë, në periudhën e dimrit, periudhën e pranverës, domethënë janë shumë prezent. Janë pa diskutim urlitëse pastaj mes dy vendeve, mes dy kulturave, po sigurisht shumë e rëndësishme, një nga prioritetet e qeverisë shqiptare është edhe turizmi, kështu që këta qytetarë kosovar bëjnë një urlitëse edhe për të promovuar turizmin ton, pra vendin ton. Ju jeni një diplomat, pavarësisht se keni një vit e gjysmë që jeni shkëputur, ndaj unë dua ta mbyll këtë bisedë me një mendim tuaj. Si e shihni të ardhmen politike të dy vendeve tona? Kemi gjëra për të ndryshuar, kemi gjëra për të bërë mirë, më mirë, por dëshira e dy anshme ka qenë pozitive. Pastaj realizimi ka pas mundësi për të bërë më mirë. Ajo që është më e bukur është që njerëzit kanë vazhduar bashkëpunimin, respektin reciprok, dashurinë dhe janë zhvilluar me biznese të ndërsjellta etj. Me radhë. Me biznese në fushën e artit, të kulturës, po dhe të sportit, besoj. Patjetër. Edhe të sportit. Zoti Mixhozi, ju falenderoj shumë për gjithë shkandat. Faleminderit që keni zgjedhur të kaloni qoftë edhe disa orë në qytetin e Korçës, është shumë e bukur t'ju shohësh këtu në qytetin ton. Ju uroj në vimësi të them suksese, nuk e di se si do të jetë. Nuk e di tash, ne nuk se jemi drejtësuese. Se politikanët nuk kanë moshë, po edhe diplomatët kanë përshtypjen. Problemi është që unë ndjem shumë i vlerësuar që jam në studion tuaj. Dhe me të thënë të drejtën, më tepër që më ka bërë mua që të vi këtu nuk është thjesht televizioni Korçës, Radio Korça që është e rëndësishme, një institucion e rëndësishëm, por është Korçën të cilën e dua shumë. Ka tërhequr në kohët e mëparshme dhe vazhdon të jetë shumë. Një gjithmonë i mirëpritur. Është një popull i kulturuar, një popull i dashuruar me progresin, me histori. Patjetër, me qytetari. Me qytetari, dhe unë me gjithmonë të ndihem shumë i privilegjuar. Zoti Mixhozi, do të pranonit nëse do të kishit një ofertë politike? Megjithëse thonin që deri diku tani jam shkëputur. Jo deri diku, po deri në fundin jam shkëputur. Je shkëputur. Politika është një kaluar ime, të cilën më ka pëlqyer në një kohë. Për cilën vazhdoni ende të merrni dhe do të merrni në vimësi, në informacionet që unë kam, vlerësime të tjera edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Gjithsesi, unë ju falenderoj për mundësinë dhe e ndjej vetëm privilegjuar që pata mundësi të intervistoja një diplomat kaq të suksesshëm si ju, që keni lënë gjurmë
gjurmë të, unë do të quaja të arta në marrëdhëniet diplomatike mes Shqipërisë dhe Kosovës, sepse nuk janë pak 10 vite kontribut, dhe që jeni larguar nga i vend me nderimet veçanta. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ne ishim në intervistë ekskluzive me ish ambasadorin Qemal Mingjozi. Bashkë do të rishihemi sigurisht në ekranin e Radio Televizionit Publik Shqiptar me të tjerë të ftuar. Faleminderit.